bërthamët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe Ademi është legjenda jonë, komandant legjendar i veprimit. Ai është frymëzues. Dhe këtë frymëzim ai e ka kriju me ramjen e tij, me qëndresin e tij, me forcën morale të tij. Ai është bërë frymëzim për gjithë. Neve na intereson që komanda dhe komandantët, komandanti i shtabit përgjithshëm ka qenë Azem Syla. Komandantët e zonave, Ademi është komandanti legjendar i frymëzimit të shpirtëror të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj, lufta është e përbashkët. Luftën e ka bërë populli jonë, kanë bërë njerëzit tanë, i kanë bërë atë dhjetarët të cilët kanë vujt, kanë marrë burgje, familjet e tyre kanë vujt nga leqitjet, dhe njerëzit që kanë kap pushkën kanë qenë ata që i kanë dasht dhe duan atë dheun. Të tjerët që s'kanë mujt janë ndihmëtar, se gjithmonë me ndarë në luftë. Prandaj e themi se gjithë populli, ndoshta mbi 200.000, 300.000 njerëz kanë marrë pjesë drejt për drejt në luftë, kanë marrë pjesë 30-40.000 vetë drejt për drejt, të tjerët indirekt, me ato logjistikën që është. Pa logjistikë çfarë bën? Por ka pas edhe aso që s'kan marrë që edhe pse kanë pas mundësi, edhe që shpesh flitet edhe përmenden. Ka pas shumë, dhe ashtu ka pas shumë. Kanë pas pengus luftës, dhe ato kanë pas. Ka pas edhe bashkëpunëtorët të Serbisë. Ka pas edhe Serbë, domethënë bashkë kanë qenë. Po e themi që nuk kanë mund të pengojnë vullnetin e popullit. Prandaj, masakrat, krimet që ka bërë Serbia, ka pas edhe disa shqiptarë që ju kanë prirë dhe këtyne batalionet serbe. Ata jenë, ne themi popullore, ma serbe, se serbët ose ma shka se shka, kanë thonë, në fjallën popullore, në jargonin popullor. Po, ne kena mujt. Me luftën tonë i kena mujt. I kena qitë jashtë Kosovës, me gjakun e dëshmorëve, me veteranët sot që i kemi si kanë qenë ushtarë, shumë të vullnetshëm, shumë të devotshëm, sakrifikus, me invalidët që i kanë lënë gjymtyrët e tyre në përbeteja. Dhe gjithë këto janë historia e Kosovës.